أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. E falenderojmë Allahun e lartësuam, çojmë salavate për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe lutemi për gjithë besimtarët gjallës e të vdekun, për besimtarët e besimtarët dhe ata që do të vinë pas neve deri në kiamet. Besimtari në këtë botë të nderuar vëllezër ballafaqohet me lloj-lloj sprova. Edhe sigurisht se këto sprova kanë më ndikuar edhe në imanin e tij. Edhe është normale që imani besimtarit herë me u zvogëlu, herë me u rrit. Është normale që imani besimtarit herë me u forcu, herë me u dobësu. Kjo nuk është shej e nifakut, edhe nuk është shej e dyftërsisë. Që kujtojnë disa njerëz se kur zbehet imani, kujtojnë që është shej e dyftërsisë dhe nifakut, e që është gabim. Nga se kjo na tregon natyrën njerëzore në cilën na ka kriju Allahu. Këta ja ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit edhe Handhalës. Dy shok që bisedojnë me njëri tjetrit, po i thot Handhale Ebu Bekrit, thot o Ebu Bekr, kam frikë thot për veten tem. Thot kam frikë për imanin tem. Kam frikë se jam bë munafik. Ebu Bekri thot e pse ashtu? Thot po kur po jemi tek pejgamberi alayhis salam, edhe po i zbret vahji, po i zbret Kurani, edhe po e dëgjojnë atë çka pi shpallët, thot po mshtohet imani sa që edhe nëse e shoh xhenetin edhe xhehenemin, nuk ka ku mshtohet imani më shumë. Mirë po kur po shkojnë në shtëpi, edhe po mrokin gajlet e dunjas, edhe gajlet e shtëpisë, po ambjetohen njëri me dunjallak, thot po harroj atë edhe sikur po zbehet besimi. Thot kjo është e nifakut. Ebu Bekri nuk shyr me ja bë rafsh, po i thot nëse është shaja qysh po thuti, atëherë do në kokshna munafik. Edhe shkojnë tek pejgamberi alayhis salam. Kur shkojnë tek pejgamberi alayhis salam, pejgamberi son po e dëgjon ankesën e tyre, edhe po i thot: "Wallahi, pasha Allahun, sikurse jo me kënkon çat gjendje qysh jeni tek unë, çdo herë kishit me fol me lajke në shtëpiat edhe në rrugët e juve. Mirë po Allah nuk e ka lënë njeriu me nejt në atë gjendje gjithë. Mirë po i kthehet Handhalës pejgamberi alayhis salam i thot: "Walakin ya Handhala, sa'a wa sa'a." Mirë po Handhalë, herë pas here. Herë ashtu e herë kështu. Herë me iman të forcum, e herë me iman dobësum, nga se jemi njerëz. Mirë po ajo që nuk arsyetohet besimtari asnjëherë është qëndrimi në rrugë të vërtetësisë, në rrugë të drejtë, nuk arsyetohet besimtari nëse shmanget për kësaj rruge. Është el istiqame, qëndrimi ose forcimi, stabiliteti në fe. Prej kësaj besimtari nuk arsyetohet asnjëherë nëse heq dorë. Pse kjo? Nga se është urdhër i Zotit. Allahu në surën Hud i thot pejgamberit alayhis salam, po i thot edhe atyne që pasojnë rrugën e tij. Thot: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'malun basir." Thot ti qëndro, forco, ristabil në këtë që po urdhërohesh. E mos i tek ti edhe ata që po ndjekin rrugën tane dhe mos i te kalo kufit. Nga se Allahu për ata që bajnë sabër, Allahu për ata që punoni i sheh të gjitha. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po urdhërohet për anës të Allahut, qëndron këtë rrugë. Je stabil në këtë rrugë. Fastaqim, forcon në këta që Allahu po të urdhëron. Saqë njëherë kur pejgamberi alayhis salam del në xhami, edhe sahabët po i thonë ja Rasulullah, pas ke fillu me u thinj, pas ke fillu me u zbardh. Pejgamberi alayhis salam thot: "Shayyabetni Hudun wa akhawatuha." Thot, ka zbardh surja Hud edhe si motrat e saj. Ka zbardh surja Hud për ka rëndesa, për ka pesha e madhe, sa që Ibn Abbasi i njëjti që transmeton këtë hadith, e që hadithin gjetë në Tirmidhi, e që është i mirë, i njëjti thot, nuk i ka zbrit pejgamberit alayhis salam ndonjë ajet më i rëndë se sa ajeti kur i ka thënë Allahu: "Fastaqim kama umirt." Qëndro
çështë ku urdhru. Pra ky ajet e pas ka zbardh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këta minuta në vijim të shohëm çfarë është kjo istiqame, çfarë është ky stabilitet që na pas ka zbardh pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. E për me kuptu çfarë është kjo istiqame, ja mas mirë na ka tregu vetë i dashuri jon. Transmeton Abdullah ibn Mesudi thot, ishëm me pejgamberin alayhis salam duke biseduar një ditë. Edhe po e merr një shkop, edhe në tokë po vizaton një vit të drejtë. Pra pejgamberi alayhis salam ka pas çfarë me kon shumë i kuptueshëm të shokët e tij. Por me kuptu hala më mirë, po ja demonstron, po e merr po vizaton një vit të drejtë. Edhe po thot, hadha siratullah. Kjo është rruga e Zotit. Kjo është rruga e Allahut, e drejtë, pa lakesa. Ndërsa në djathtë edhe në të majt, po i bën do vija të shtremume, edhe po i bën do rrugë të vogla. Edhe po thot, hadhihi subul, këto janë rrugica. Këto janë rrugica. Në krye të çdo njënës prej tyre, tha pejgamberi alayhis salam, është ka një shejtan që thret për to. E jo, thot pejgamberi alayhis salam, rrini në rrugë të drejtë e mos i ndjekni rrugicat. Edhe lexon ajetën që i ka zbrit pejgamberit alayhis salam surën An'am, wa anna hadha sirati mustaqima. Kjo është rruga jeme e drejtë. Fattabi'uhu, atë pasoni. Wala tattabi'u subul, mos i ndjekni rrugicat përreth. Mos i ndjekni rrugicat përreth, fatafarraqa bikum an sabili, nga se ju devijojnë për rrugës së Allahut. Kështu që stabiliteti ka kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se është me ecë drejt në rrugën e Zotit. Kjo ka shtyr edhe Omerin radiallahu anhu kur e shpjegon el istiqame, thot an tastaqima ala al amri wan nahy. Istiqama është me qëndru drejt, edhe me ju përmbajt farzëve, edhe me ju largu harameve. Thot e jo thot me u përvill sikurse dhël pra, her andaj e her këndaj. Istiqama është pra qëndrueshmëria në rrugën e Zotit deri kur, deri sa ta takojmë atë. Deri sa të vdesim. Kjo ka shtyje edhe Abdullah ibn Omerin, sikur se transmeton Imam Malikun muvetan e tij, se Nafiu mësuesi i tij ka tregu se Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ka dalë një ditë në kodrën Safa. Edhe po e bën një lutje. Po thot Allahumme, o Allah, ti ke premtu dhe premtimi yt është i vërtet, po thot Abdullah ibn Omeri. Thot ti ke thonë lutmoni se unë ju përgjigjem. Thot o Allah, unë po të lut ty, ashtu sikur se më ke udhëzuar në Islam. Mos e merr Islamin prej meje deri sa të vdes unë si musliman. Që kjo është istiqame. Me vazhdu në këtë rrugë deri kur? Jo një ditë, jo një javë, jo një muj, mirë po deri sa ta merr Allahu shpirtin musliman. Edhe pe lutjeve të Jusufit alayhis salam që Allah na përmend surën Jusuf, tawaffani muslima, o Zot kur vjen koha me vdek, bëj që kur të ma merr shpirtin unë me kon musliman. Që kjo është el istiqame. Stabiliteti pra, përveç që është sfidë e kohës tonë, ka qenë sfidë çdo herë. Kjo ka shty njërin prej sahabëve, sikur se ka qenë Sufjan ibn Abdillah al-Thaqafi. Shkon tek pejgamberi alayhis salam i thotë ja Rasulullah, tregom diçka që për të nuk kam nevojë me vetë, kërkon pas teje. Pejgamberi alayhis salam thotë kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj e kum besu Allahun, ama jo vetëm me kaq. Masandaj qëndro. Thumma istaqim. Pasandaj qëndro në këta që ke thonë. Në kohën e sotit kjo është sfidë edhe më e madhe se sa në kalumen. Nga se kemi përmend derisa të kalume hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa më afër kiametit njerëzit kanë me kanë më pak stabil. Sa më afër kiametit njerëzit nuk kanë me qenë stabil. Thot pejgamberi alaihi salam në hadithe që janë sakta, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ngritet njeriu musliman, e nxen mëngjesi si besimtar, mirë po mbrëmja zën kafira, pa besimtar. Ku fitnë, nuk gjen stabilitet njerëz, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është temë e gjanë, mirë po është interesant se dietarët krejt këtë temë e kanë përshkruar vetëm me 3 fjalë. Ka thonë el istiqame, që kjo stabiliteti vetëm me 3 fjalë kanë përshkruar.
Ka thonë el istiqametu lillah, el istiqametu billah, el istiqametu kama amara Allah. Që kaq? Na ta shëtu tri fjalë kemi mundu me i shpjegu për para juve. E para, el istiqametu lillah, stabiliteti bëhet për Allahun. Stabiliteti bëhet për Zotin. Ka njëherë njeriu sheh shumë njerëz stabil, falen, lexojnë Kur'an, bajnë punë të mira. Mirë po, a kanë për Allah? A kanë për hir të Zotit? Çka ndodh me atë punë nëse njeriu punon, nëse njeriu punon e nuk i ka sinqerisht për hatër të Zotit? Tash me qenë se jemi në ditët e para të vitit të ri hijri, edhe na u ka kujtuar ngjarja e hijretit këto ditë, na kujtohet një hadith shumë e rëndësi. Kur pejgamberi alayhis salam del në Medinë, edhe prej haditheve të para që pejgamberi alayhis salam po i thot Medinë. Edhe po dal pejgamberi sa në xhami përpara xhamatit, kujt po i drejtohet? Po i drejtohet muhaxhirëve. Atyne që e kanë lënë shtëpinë e vet, e kanë lënë pasuninë e vet, familjen e vet, kanë ecë 450 kilometra në shkretir të përndjekun për fjalën e Zotit. Atyne po dal përpara dhe po i thot: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Thot me të vërtetë veprat vlerësohen sipas niyetit, edhe gjithë secili prej juve keni më e marr ato që keni pasur për qëllim. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dine, nëse që të hijretin e ju e keni pasur për Allah edhe për pejgamberin e tij, dine se hijretin keni me gjetë te Allahu edhe te pejgamberi i tij. Mirë po, hadithi nuk mbaron me kaq. Thot, wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Mirë po, nëse ndonjëri për juve ka bë hijret për dunjallak, ose për ndonjë gruë që të martohet me të, se vapin mos të lypte Allahu. Hijretin e ka për ata që ka bën jetë. Pse pejgamberi alson po thot këtë fjalë? Po thot nga se kish dëgju që në mesin e sahabëve, në mesin e muhaxhirëve, kishe një djalë i ri që ka bë hijret. Mirë po, ka bë hijret për tjetër qëllim. Ai e ka dash një vajzë, edhe për me ndjek ato që mu martu me të, e ka lënë Mekën edhe ka shkuar në Medinë. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot: a ka shpërblim, a ka punë më të madhe se hijreti? Me braktis vendlindjen, që shta me marr udhë 450 kilometra në shkretir, po thot, nëse nuk e ke ba për Allah, mos e lyp shpërblimin tek Allah. Pra, istikame nuk është veç me vepru, mirë po e para është lillah, me e ba vetëm për hir të Zotit. Këto na mëson edhe Allahu në Kur'an kur thot: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. O Muhammed, thuj, me të vërtet namazim, kurbanim, po edhe jeta ime dhe vdekja ime, lillah, jenë veç për Allahun. Shumë kemi nevojë me na folën këtë pikë sot, ato që punojmë, të punojmë veç për hatër të Zotit. Nëse dojmë që sevapin me gjetë tek Allahu dhe tek pejgamberi i tij. Nëse këshirëm gjeneratat e para nderuam vllazën, nuk është që e kanë arrit atë gradë me punë të madhe. Nuk është që e kanë arrit atë gradë të lartë me dituri të madhe. Jo. Mirë po, ato që kanë punu, edhe ato që e kanë ditë, e kanë patë sinqerisht. A përmenë marrët Imam Malikun, e ka shkruar një vepër që e ka emrin El Muwatta, për mbledhje hadithe. Kur ka fillu me shkruar veprën e tij, i kanë thënë nxënësat e tij: o Imam, pse po shkruan Muwatta, kur sot të gjithë njerëzit janë të shkruan? Ka qenë kohë ku ka fillu me shkruar hadithe më të mëdha. Thot, pse po shkruan Muwatta? Krejt njerëzit, i madh dhe i vogël janë të shkruar. Atëherë Imam Maliku thot një përgjigje që edhe sot mas 1400 vjetë ta rënqedh trupin. Thot, ma kana lillahi yabqa. Keni për ta parë se ajo që ka qenë për Allahun, ajo do të mbetet. Mas 1400 vjetë sot, me na vetë, thuma një Muwatta tjetër, përveç Muwatta si Imam Malikut, nuk e dim. Aja tina na kam ri. Ma kana lillahi yabqa. Keni me e pasë që aja që është për Allah, me emër Zotit nuk hub. Aja ka me mbet. Që ta e bën sinceriteti. El istiqame po,
mirë po me e ba lillah, vetëm për hir të Zotit. Pika e dytë që na përmendën dietarët thonë el istiqametu billah. Stabiliteti, qëndrueshmëria të jetë me Allahun. Çka qëllimi të jetë me Allahun? Është njeriu për gjatë mundit të tij, për derisa mundohet me qenë stabil, asesi ndërun vllazën nuk bën më mbështet në mundin e tij, në takatin e tij, fuqitë e tij, po duhet më mbështet në Zotin. Nëse istiqamen, stabilitetin, qëndrueshmërinë ja atribon vetit, jo Zotit, ai devijon. Allahu në Kur'an i thot pejgamberit alayhis salam: "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." O Muhammed, sikurse na mos të forconim ty, ti pate për të anu pak ata. Mirë po, na kem ata që të forcum. Pra kur Allahu po i thot pejgamberit alayhis salam se unë e ke shaj që të forcova se ti pate me anu, kush jemi na që thojna jemi stabil se ja kum bëu hizmetin. Jemi stabil se unë vetë po mundona. Mirë po el istiqametu billah do të më bë me Allahun. Ti vetë nuk i mundësi me qëndru asnjë moment. Nëse këshirëm doan e xhenetlive, doan e banorëve të xhenetit, që po sa hyn xhenet ata e bojnë një dua, atje ke me gjetë se ata kanë me thonë: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha." O Allah, ty ta kon falënderimi që na ke udhëzuar për këta. Nga se na s'kishëm e mujt me qenë të udhëzuar, sikurse mos na udhëzoje ti. Kjo është el istiqame, me kanë i qëndrueshëm fe, ama me kanë vetëm me Allahun. Andaj Allahu në hadith kutsi, e që është në Muslimi, thot Allahu i lartësuar: "Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu." O robrit e mi, krejt ju jeni të devijum. Kullukum dallun, krejt për juve jeni të devijum, illa man hadaytu, përveç atij që unë e udhëzoj. Fastahduni uhdikum, lëpni udhëzim e unë ju jap juve. Pra, Allahu po thot ju më parim, krejt jeni të humbun, përveç ata që ka për rahmeti dhe mëshira Zotit. Illa man hadaytu. Andaj që tash mujna me paramendu, pse na minimumi 17 herë nditje thojna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty o Allah të adhurojmë, wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë që më na forcon në këtë rrugë. Vetëm prej teje ndihmë kërkojmë o Zot. Andaj ka qenë njëri prej dietarëve, Imam Subki, ka qenë dietari me dhëbet Shafii, shumë i njohur. Edhe shkon një herë njëri e pyet të Imam, thot: "Çish bëhet kjo punë që njeriu pas udhëzimit të devijoj?" Pas udhëzimit të devijoj. Si është e mundën? Kjo pyetje e shtin Imamin në mendime të thella. Sa që bëhet shkak që Imami më shkruan një libër. Kjo pyetje bëhet shkak që Imami më shkruan një libër, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Edhe në këtë libër e shpjegon këtë meselë ka daldale. Mirë po ajo pika e artë që në fund vjen përfundim, Imami thot: "Arsyeja kryesore që njeriu devijon është kur hajrin ja atribon vetës e jo Zotit. Kur hajrin, punë të mira, ja atribon vetit e jo Zotit, kjo bëhet shkak që me deviju. Pra, namazin, zakatin, agjerimin, haxhin nuk i sheh si nimet, nuk i sheh si dhunti që Allah po mundson me kry, po i sheh si punë të veta. Këta nuk na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Përkundra, Ummu Seleme, gruaja e tij, një herë pyetet edhe i thot dikush: "Oj nëna besimtarve, apo na tregon një lutje cilën pejgamberi alayhis salam e ka bërë shumë shpesh kur ka qenë tek ti?" Thuna një lutje që pejgamberi alayhis salam e ka bërë shpesh gjatë netëve që ka qenë tek ti. Ajo thot për i lutjeve më të shpeshta që e kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i bë, ka qenë: "Ya muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik." O Allah, ti rrotulluesi zemrave, ma forco zemrën teme në fen tane. Pra shpesh pejgamberi alayhis salam është lut për istiqame. O Allah, ti ai që rrotullon zemrat, andaj po të lut këtë zemrën teme ma forco në fen tane. Kështu që është gabim me mendu që udhëzimi i jepet njerëzve të mirë. Është gabim që shumë njerëz e mendojnë udhëzimin si fryt ajo ka njëri mirë, ka bë mirë, nuk i ka bë zullum, kërkojna tani Allahu ja ka dhënë edhe imanin. Është gabim. Kjo nuk funksionon kështu në raport udhëzimit, kjo nuk funksionon edhe në gjona më të thjeshta. Nëse Allahu
nuk ja jep dynjan, pos atij që tregohet falëndërues, pos atij që është njeri mirë. A ndodh kështu jo, po çysh më ndodh te imani, që është diçka shumë më e madhe. Për shembull, atje Hasan el-Basriu përmendet se ka qenë me nxënësat e tij duke ngrënë ëmbëlsirë. Një ëmbëlsirë të asaj kohe. Edhe po hin janë në xhami, po i thirrën ata, thonë, hajde më ngër me neve ëmbëlsirë. Ai thot, la uhsinu shukraha, thot, unë nuk muj me falendëru Zotin për të, prandaj nuk pe ha. Pra nësë di Zotit me i thonë faleminderis, me ja ditë shqyrin kësaj, thot, unë nuk pe ha. Atë nxënësat e këshyrin Hasan el-Basriun, ai fillon edhe kesh, edhe thot, ma ahmaka hadha. Kjo thot, ka ahmak i madh. Thot, kjo ka i marë. Thot, wa hal yuhsinu shukra al-ma al-barid ala dhama. Thot, çka ja merr mendja këtij? A ka mujt me falendëru Allahun najher për ujin e ftoft kur ka qenë jetën? Na mirësi konsiderojnë avesh lukset. A ka mujt, thot, ky me falendëru najher Allahun sinqerisht për ujin e ftoft kur ka qenë jetën? Kështu që kjo logjik nuk funksionon as më pak në besim. Në besim është përveç ata që mëshiron Allahu. Këtë na kujton janë për ngjarje që ka ndodhur kohën e Omer ibn Abdul Azizit, halifi i pestë i drejtë, e që në atë kohë kanë qenë luftra duke u zhvilluar me Romakt, edhe disa musliman bin preje ose bëhen robër të Romakëve. Gjatë negociata këta arrin me bin që me i liru rob, mirë për njani për i djemve tri musliman, që ka ra preje, ka ra rob i Romakëve, nuk po pranën më u kthye në vendet islame. E ka ndru fen, është baj krishter edhe ka mbet atje. Me rëndësi, pas disa viteve, kur po shkojnë musliman në ato vende, po bajnë tregti, kanë rënë kontakt me ta. Edhe po i thojnë, o filan, ti e kanë recitu si madhi Kuranit. Ti ke lexuar shumë Kuran, pash Allahun, atë kujtohet naj ajet për Kuranit. Atë kujtohet naj ajet për Kuranit. A i thot, pasha Allahun, e kum harru krejt Kuranin me përjashtim të një ajeti. Krejt Kuranin e kum harru. Dhe tani ajet nuk ka ditë që nuk kum shkon mendje. Pithojnë cilë është ai ajet? Është ajeti Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Do të vijë dita që ata që kanë mohu do të donin të ishin musliman. Krejt thot ajetet mu kanë fship e mendje. Pos ky ajet unë kujtohet mendjen time. Këta e bën mungesa që e istikames. Ky u mbështet në takatin e vet, ky u mbështet në forcën e vet, edhe Allahu e ka lënë forcën e tij. Fatkeqësisht njerëz të tillë njohëm edhe na sot. Fatkeqësisht njerëz të tillë njohëm edhe na sot që kanë qenë me neve në xhami, kanë qenë derse, kanë qenë legjërata, kanë lexuar Kur'an, mirë po sot nuk i kemi në mesin tonë. Këta e bën kur njeriu mbështetet te forca e tij e nuk mbështetet tek Allahu. Andaj kjo ke pika 2 dhe pika 3 që përmendën dietar thot el istiqamatu kama amara Allah. Istiqameja, stabiliteti bëhet çysh ka urdhëruar Allahu, jo çysh don ti. Andaj Allahu i tha atje në ajetin që lexuam më herët, fastaqim kama umirte. Ti qëndro, ama çysh po të urdhëroj unë? Qëndro sikur se je urdhëruar. Pra, na me qëndrun këtë rrugë, jo si pas tekeve tona. E masanaj kur devijojmë dikon, ose në djathë, ose në të majtë, e arsyetojnë ata tani. Për vete arsyetojmë shumë kollaj, e gjajnë anë zgjidhje dikon. Mirë po qëndrimi do të më ba, ashtu sikur se na ka urdhëruar Allahu. E të qëndrosh në parimet e Zotit është mrekulli. I thonë keramet. Djetarët thonë, a'dhamul kerame, dawamul istiqame. Kerameti ma i madhë. Kerameti bjen mrekulli. Njerëz të devot që mujnë me patë edhe mrekulli. Ose i pranohet lutja, ose shojnë ai ëndër që i del, mujnë me patë disa mrekulli. Mirë po ma madhja mrekulli, thëtë është dawamul istiqame. Ti me vazhdu i pale kundën parimet e tua, është mrekulli e madhe. është mrekulli e madhe ti me marr abdes, edhe me shku në xhami, edhe kur je i ri, por edhe kur të kalojnë dekada ti me kanë njëjtin saf. Nimet i madh është.
Mrekullia e madhe është me sjell Ramazani, me dal her verës e her dimrit, e ti me agjeru çdo herë, pa mungu asnjë deti që kjo është keramet. Kjo është mrekullia e madhe, edhe është mahnice ku njerëzit i shenë fe të palëkundën, ta shtojnë imanin. Këta njerëz që janë të palëkundën fe, përveç që e ruajnë fenë e tyre, pasha Allah bëhen sebeb me i rujt edhe fenë e tjerëve. Bëhen sebeb edhe bajnë davet edhe të tjerët. Shërën pejgamberin alayhis salam. A ka bë davet edhe të tjerët me istikamen e tij, me stabilitetin e tij, edhe shumë ka përgatitur shaligjëratën, këshirsha cilin shembull me marrë të atij bekumit për me pru këtë. Mirë po, atë shumë na dolën shembuj për para neve që nuk dishëm cilën me marrë e cilën me lanë. Këtë jetë ati ka qenë istikame, stabilitet. Mirë pa e që më bari për shtypje është një hadith që Imam Ahmedi e përmend musnedin e tij, e që transmeton Abdullah ibn Mesudi thot, luftën e Bedrit, çdo 3 veta e kena pot një deve. Çdo 3 veta kemi pot një deve, edhe kemi bë me rend, me hym deve, me pushu. Në shkretir, në temperaturë të lartë, plus të jam sy luftës. Të 3 veta kemi qenë një deve. Wa kana zumelai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Lubaba wa Ali. E 2 hisetar të pejgamberit alayhis salam deve ka qenë Abu Lubaba edhe Aliu. Aty në dëve i ka rashorti me kanë bashkë me pejgamberin alayhis salam devën me da në 3 vende. Me ba me rend me hypën to. Thot i kanë thonë Abu Lubaba dhe Ali, nahnu namshi anka ya Rasulallah. O i dërgumi Allahut, neve nuk na bën ftyra që ty me të lanë me ecë, e na me kondeve. Na ecëm për ty, ti rrin deve, ti rishlir. Pejgamberi alayhis salam me thot një fjalë të mrekullueshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma antuma bi aqwa minni. Ju dë nuk jeni më të fortë se unë. Ju dë nuk jeni më të fortë se unë. E asun nuk kam nevojë për sevape ma pak se sa jo. Madhështore, që është istikame. Aty në Aliut edhe Abu Lubabës edhe sahabët që kanë poni gjatil, masandej, çka do me i kanë thonë pejgamberi alayhis salam, për ta ka qenë punë e kryme, e kanë po istikamen, stabilitetin e tij në praktik. Kjo sot është ajo që na mungon neve që me qenë stabil edhe me bë davet edhe tek tjerët. E kjo ka ndodhur çdo herë për gjatë historisë. Andaj ka qenë dietar, ka qenë Ali ibn Medeni, thot Allahu e ka rujt këtë fe me 2 veta. Allahu e ka rujt këtë din me 2 persona. Thot i pari është Ebu Bekri. E dim ngjarjen kur ka ndodhur pas vdekjes pejgamberit alayhis salam arabët e kanë lënë fen me të madhe, sidomos fisët që kanë qenë larg Medinës. Tani një pjesë e madhe e fisëve nuk kanë pranuar me dhënë zakatin. Nuk kanë pranuar me dhënë zakatin edhe kanë luftuar me Ebu Bekrin. Ka qenë një tronditje e madhe. Njerëzve ju ka lëkund besimi, luftra të shumta. Njerëzit fillon të tentonin më u kthy në jahiliet, në ignorancë, derisa po vjen puna që edhe vetë sahabët po shkojnë te Abu Bekri edhe po i thojnë, është mirë me pezullum ledhen e zakatit këtë vit. Dhe të këshyrëm çka po bëhet. Luftë e madhe nuk po dihet çka po ndodh, thotë është mirë me pezullum ledhen e zakatit këtë vit. Atëherë Abu Bekri thotë, asesi. Pasha Allahun thotë, nëse ja kanë dhënë pejgamberit alayhis salam një litar, një kërpesh, një litar me cilën lidhet kafsha, e mu nuk ma dhajnë për atë thot ku mi luftuar. Që kjo është istikame, qëndrueshmëria. Medina dridhej, edhe toka poshtë kamve ty në dridhej, edhe njerëzit ishin në një gjendje shumë të ranë, ndërsa Abu Bekri na jep një mësim që je stabiliteti i kohës nuk duhet me ndiku në stabilitetin e muslimanit. Pasha Allah thotë për një litar të vogël, nëse ma ndalin mu edhe s'ma dhajnë, për që ata ku mi luftu. E ka rujt Allahu fejnë e përmjetime, njerë stabil, ose kemi shembullin thot Ali ibn al-Medeni, e ka rujt Allahu këtë din edhe me Ahmed ibn Hanbel. Kur halifja i asaj kohe ju është bin sekte të devijum të zili, edhe ata kanë thonë që Kurani është i krijum. Një mesele e vjetër, edhe kanë thonë Kurani fjala e Zotit është e krijuar. Edhe i kanë shtit dietar, dikon me frikë, e dikon me burg, me pranu që Kurani është i krijuar pa qenë i tillë. Edhe po i vjen rendi edhe Ahmed ibn Hanbelit. Ky nuk pranon.
Pasi që rrin 2 vjet e gjysmë në burg, e marrin edhe torturojnë me kamxhik. Derisa gjakoset shpinën atij, edhe i hub vedia në Ramazan, agjërushëm. Edhe atëherë mbreti, sultani, prisi besimtarëve, i thot, o shejх, se u mahnit me diturinë e Imam Ahmedit. Thot, ma jep veç një fjalë me cilën kam arsye ti me të liru. Po dua dhone me të liru, thot, po ama veç një fjalë, thot, edhe të shkon në shtëpi. Imam Ahmedi thot, nëse që ajo fjalë është prej Kuranit edhe prej Sunetit, e thëm. A nëse nuk është prej këtyne dyja, thot, nuk e thëm. El-Quran, kalamullah, gajra makhluk. Fjala Allahut, Kurani, është i pakrijum, edhe nuk ka lëshu pen parimet e tij. E ka rujt Allahu dinin në përmjet një njeri. El-Istiqame. Kështu që edhe sot, nëse në rrethin ton e njohëm një njeri që është stabil në fejnë e Zotit, e kemi përbërç me e rujt edhe mos me la me na ik. Pasha Allahun kemi nevojë shumë për njerëz që të këshillojnë. Kemi nevojë shumë për njerëz që ti kur don me deviju, ai thot jo. Duhet me qenë stabil, edhe thot këtu nuk bën me lëshu pe. Këtu thot duhet me e ki ndalume, të këshillon. Sot kemi nevojë për kësi njerëz shumë, ai që arrin me ba stabilitetin, qëndrueshmërinë në fe. Allahu thot innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që than Zoti ynë është Allahu dhe pasandaj kanë qëndruar të tatanazzalu alejhimul malaika. I zbresin me lajket, alla të khafu, alla të tahzenu. Në momentet e vdekjes, edhe i thonë, mosu, alla të khafu, mosu friksoni, për atë që po ju pret. Wala të tahzenu, asë mosu mërzitni për këta që po i leni. Wa abshiru bil gjenne, mirë po myshde, kini gjennetin. Për këta javlen njëri me qenë stabil të njëtën, 50 vjetë, 60 vjetë, 70 vjetë, shkojnë sahora, këshyre Nuhun a.s. 950 vite, njëjtat fjalë, për çdo ditë. Për çdo ditë njëjtat fjalë, 950 vite. Mirë por momenti kur njeriu qet kamën në xhenet, i harron tona. Kjo na kujton edhe një ngjarje me Bilalin, kur u afru koha për me vdek, edhe po fillon agonia e vdekjes, po e nin gruan e vet duke e vajtu. Duke e vajtu, e mira on, fillon me vajtu Bilalin, atëherë i thot, la, gadan alqal ahibba Muhammeden wa sahbe. Thot mos më vajto se nesër i takoj të dashurit e mi Muhammedin edhe sahabët. Vdekja është lirimin për një njeri që është i qëndrueshëm fejnë e Zotit, andaj e lutim Allahun që na bëj të qëndrueshëm këtë rrugë dhe në këtë fe, na mundsoj me jetu me iman, me vdek me iman dhe me na ringjall me iman ya rabbel alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.